Boksi shqiptar sot ka një hero që quhet Alban Beqiri. Alban Beqiri, Alban Beqiri. Ti je më i miri. Alban Beqiri, Alban Beqiri. Ti je më i miri. Alban Beqiri, Alban Beqiri. Ti je më i miri. Dedike Alban Beqiri, Alban Beqiri. Për kombinatin ton. E kam kushtin e hekur si bomba atomike. Qelik special për anije kozmike. King of the street, king of the ring. Ju ma dini emni s'kam nevoj për reklamim. I shpejt por si plum, ju has si bidon. Ju zot tek kush s'ka prit për askuj. Me zotin para, me syt nga arme duke posh kundër shtak. Një nga një kush del për para. Stërvitën pa limit, e bëj natën dit. Për balle me sfida, por me sfida nuk kam vrit. Ej, po ju them, nuk ju kam problem. Kam zemër prej Luhani, ju has si kur gazet. E di që shumë po dojnë, për me qenë si unë. Por me qenë si unë, ju duhet pa shumë po. Let's go! Yeah, Stina Records. Gjë dur lart. Yeah, gjë dur lart. Come, gjë dur lart. Mbështesim Albanin. Yeah, mbështesim Albanin. Mbështesim Albanin. Let's go! Alban Beqiri, Alban Beqiri. Sot një tjetër episod i podcastit ton Ju Flet Kombinati, ku e kemi thënë që është një qytet brenda kryeqytetit, brenda metropolit, ku kemi shumë njerëz, ku kemi shumë histori, ku kemi një realitet konkret. Sot kemi një tryezë të veçantë, jemi në botën edhe të sportit, edhe të artit, po i përkasim tërësisht kombinatit, pra dy djem shumë të mirë nga kombinati, nga njësia 6, ku kam kënaqësinë të kem këtu me ne kolonel Alban Beqirin, që është një kampion i boksit, që ka dalë i treti për herë të parë në një kampionat botror në Serbi në vitin 2021, që është i pari në Ballkan në vitin 2024, që është sportisti i vitit për vitin 2024 për Shqipërinë, për boksin, edhe që të falenderoj shumë që je këtu me ne për të dhënë historinë tënde dhe për të dhënë shembullin tënd për shumë të rinj nga kombinati, cilët janë krenar për ju, edhe me thënë drejtën nuk e njoh historinë e plot të sportit boksit në Shqipëri, po që do mësojmë shumë sot. Edhe kemi dhe zotin Elvis Bushi, që është Mr. Elvis, siç i thon ata që ju njohin për ndryshe nga si jeni sot tu me mua që jeni ulur në podcast, po që ju njohin nga rapi, nga muzika, nga meloditë tuaja të, ju that 1999 e 2007, po juve natyrisht që mund vijoni, ndoshta të keni momentet tuaja artistike në jetë. Po vazhdojmë nga pak. Ndoshta do kemi disa pjesa, disa momente që do na njohin me ata që na dëgjojnë përmes ekranit, po çunat e montazhit do t'i vënë me kujdes to për ne. Unë ju mirëpres në këtë podcast, i cili është i veçantë sepse kemi thënë që është i vërtet. Pra ne duam histori vërteta, flisnit troç, ashtu siç jemi, ashtu siç ndjehemi, mbi kombinatin, mbi jetën e moshave, bashkëmoshatarëve, lagjeve, rrethave që ju frekuentoni dhe si e shikoni ju Tiranën si kombinatas, por edhe çfarë mund të përmirësojmë për shkak edhe të rolit tim edhe të detyrës time si drejtues politik në këtë fushat, ku më e rëndësishmja është që dëgjojmë njerëzit edhe që duhet të punojmë, që të jemi që të gjithë bashkë për ta arritur atë ndryshim që ne meritojmë në jetën tonë përditshme, ku jemi njerëz që bëjmë profesione të ndryshme, jemi të suksesshëm, ndoshta nuk jemi të suksesshëm, por meritojmë kushte dinjitoze jetese, dhe për këtë gjë ne kemi ndërtuar edhe këtë podcast ku duam të komunikojmë realitetin konkret të jetës në këtë zonë, edhe një vizion tonin për kryeqytetin. Ta fillojmë nga ju, kolonel. Faleminderit. Si fillim ju përgëzoj për emisionin, pasi për kombinatin është diçka e re dhe shumë e bukur kur krijohen emisione të tilla ku ftohen
figura të rëndësishme si sportist, muzikant dhe me personalitetet e ndryshme ku ndajnë me ju emocionet, sukseset edhe me gjithë ato që na ndjekin. Unë si banues i kombinatit kam qysh në moshën 1 vjeç, jam 30 vjeç, edhe aty kam nisur hapat e mi jo vetëm si sportist, por edhe si njeri, edhe duke u rritur kam kuptuar vlerat e atij vendi, pasi unë kam pasur përkrajën dhe mbështetjen e tyre të plot gjatë çdo aktivitet timin, edhe tani më në fund jam ky që jam dhe arrit t'ju a kthej duke i sjellur medalje dhe duke i përfaqësuar me dinjitet dhe duke i bërë krenar. Të flasim për sportin që unë ushtroj, është një sport që vjen nga sportet e rënda, boksi. Jo gjithë mund ta bëjnë, jo gjithë mund të rojnë edhe mund të japin grushta. Si çdo sport tjetër që ka sfidat e veta. Inspirimi im të merresha me këtë sport ka qenë një pasion i nisur qysh në moshën 5 vjeç. Edhe inspirim ka qenë babai im. Ai më ushqeu me idenë që të vazhdoja këtë boks me faktin që të bëhesha njëri i fortë, të largohesha nga veset. Dhe më vëri një kusht, që është qesharak edhe këtë do e them, ai më tha dua të mësosh mirë me mësimet, më sillesh nota dhe unë do të mbaj fjalën, do të fus në boks. Unë u angazhova me gjithë aftësinë time, plus bëra edhe diçka tjetër që krijoja ese, provime, e shënoja notën ndonjëherë vetë, sikur më kishte shënuar mësuesi dhe i thoja unë e mbajta fjalën, tani është rradha jote ta mbash ti. Edhe e nisa boksin në moshën 13 vjeç. Arrita me aftësitë e mia ta kapja me hapat e shpejt dhe po në atë fillim karriere mora pjesë në kampionat për herë të parë ku testova për aftësinë time. Dola kampion, ishte moment shumë i gëzueshëm për mua, me përzierje emocionesh si gëzimi, krenarie, lehtësimi, mu duk sikur përmbusha objektivin e ëndrrës time qysh i vogël. Sepse e kisha me të vërtet pasion qysh moshën 5 vjeç, ndoshta jo vetëm sport boks, po diçka që është sport individual. Edhe babai e pa që e kisha këtë dhëll dhe më ndihmoi, u bë një mbështetje tek mua. Që s'është e lehtë se një prind mirakoset për fëmijën edhe nuk do që fëmia të haj grushta ose të ketë një po themi një hobi e cila ka të bëjë kaq shumë e vërtetë fort me shëndetin, me anën fizike, me goditjet që mund të jenë edhe në kokë ose përveç atyre në trup. Po është e vërtetë që thonë që si puna e makinave të garave që nuk janë më të shpejtat ato që janë më të shpejtat, po ato që din të frenojnë më mirë. Është e vërtetë që boksi është i lidhur shumë me ekuilibrin, pra me qëndrimin, me mënyrën e kontrollit të trupit dhe të pozicionimit, si më thënë, se kjo duhet të jetë një nga pjesët më të rëndësishme, pastaj është goditja dhe gjithë elementet tjera, po një boksier, ku di unë, duket nga paktën nga ana jashtme, më duket sikur arti më i madh duhet të jetë arti i qëndrimit, arti i ekuilibrit trupor, themi, dhe i gjithë asaj pjesës së mënyrës se si është gati ndonjëherë duket sikur është një lloj densi që të shmangësh, po edhe të godasësh momentin e dur dhe të mos rrëzohesh. Kjo është shumë e vërtetë. Boksi nuk është vetëm forcë, vetëm dhunë, më e rëndësishme është teknika, taktika, edhe boksierët, si shumë boksierë të famshëm, sidomos në peshat e mesme, nuk e japin veten edhe nga trupi, edhe unë kur bie muhabeti nëpër kafe ose nëpër shoqëri të ndryshme kur prezantohem ose kur më njohin, si ka mundësi ti boksier ti s'ke as krahas, nuk dukesh si një trup i madh. Edhe boksi ka të bëjë shumë me menaxhimin e goditjeve, të rezistencës, kondicionin fizik të qëndrueshmërisë, si puna e frenimit makinës, edhe ne duhet dim kur të godasim. Okej, do të thënë unë nuk që e kam fare i paditur në këtë aspekt. Jo, kemi të aspekt. përbashkëta. Mr. Elvis, informacion. Mua më pëlqen shumë muzika e një qyteti të zhurmshëm si ky yni, ku ka pasur edhe rryma, ku ka pasur edhe pse jo kemi ndjekur pak ndonjëherë dhe modën e asaj që ne ndiqnim, ne i përkasim moshave që para viteve 90 ka qenë e vuajtur sa i takon lirisë në kuptimin e ushtrimit të asaj muzike që do donim,
po edhe të dëgjimit, ka qenë ndaluar deri diku edhe të dëgjonim atë që donim. Kështu që na thuaj diçka nga vetja juaj, që se ky është pak a shumë edhe një si rizbulim juaj në këtë podcast, dhe unë do doja që të ndanit me ne ato që ndoshta ata që ju ndjekin ose ju duan i din gjërat, po ata që ndoshta nuk ju njohin direkt edhe nga pjesa tjetër e kryeqytetit. Mas shumë te. Mbase ju rinjohin edhe ju lutem regjist të vërë në një pjesë të Mr. Elvis. Koha kur unë kam nisur të bëj muzikë ose rap, ka qenë ajo koha e periudhit të regjimit komunist me hyrjen e demokracisë. Edhe ishte çik problem dikur tek liçeni ka qenë ke Akademia e Arteve, ka qenë një studio, ajo ka qenë e vetmja, ku incizoheshin këngë më shumë të rock. Ka qenë Sandri, Redoni, Elton Deda. Unë isha i vogël edhe shkoja tek kjo studio, që s'kisha lidhje në atë kohë. Repi ishte sapo filluar me fjalë në Shqipëri. Kam qenë unë edhe Indieri Dr. Flori ka qenë në atë kohë, edhe takoj dika aty, Elton Dedën, dhe i thash që duhet bëj një këngë rap. Eltoni më thot që nuk jam marrë me kësi punësh në herë, se ishte ere parë. Edhe me gjitha të tha, do të mundohem. E filluam të orkestronim diçka aty. Aty ka filluar për herë parë. Kam realizuar një 2 këngë të mijat. Para, pastaj ishte një organizim nga Bashkimi i Gazetave, që pse mban mend, në Durrës. Në 99 ky organizon një Ver Fest, 99, ku mlodhi gjithë të grupet e reja në atë kohë, edhe organizoi një tip festivali, modest, por që doli vërtet bukur. Pastaj te 2002-2003 mora pjesë në këto festivalet Top Fest për herë parë. Pasi nxora një album fillimisht, pata një album ku pata disa këngë gazmore me pak goditse tipit stil Eminem stil që. Ka qenë Moj Kasolle ku na mlodhe i këngë dikur. Edhe mas kësaj isha në Top Fest, kam pas një këngë Vajzat Shqiptare, ka qenë një këngë. E kjo ishte bumi im, 2003 ka qenë bumi. Atëherë Vajzat Shqiptare duhet ta dëgjojmë, Vajzat Shqiptare, po kjo ka qenë një nga këngët, me fjalë, jo se si ishte kjo Moj Kasolle, për herë parë kjo është prezantuar në një Top Select, në Top Channel, ka qenë kjo. Ishte edhe me video, kjo bëri zhurmë. Pastaj aty u njofta me këto drejtuesit e Top Channelit, edhe më thanë që duhet sillesh një material. Edhe punova këtë këngën Vajzat Shqiptare. Kjo ishte kulmi i kësaj. Më pas edhe lëvizje, organizime, koncerte, fillova të aktivizohesha nga pak, me problemet asaj kohë, se ishte çik problem. Pate famë në kombinat, se në intereson pjesa kombinatë, pra Po. Çuna, goca, Po, me thonë drejtën, klubet. Fama, se unë jam i çik modest në këtë pjesë, kupton, unë kam qëndruar në kombinat gjatë gjithë kohës. Nuk është se ke filluar me tratuar në farë mënyrë. Jo me këto. Ne kemi qenë ai brezi me komtok, jo këto me zinxhira. Edhe çdo gjë që e sillim si na vinte natyrshëm ose në bazë të realitetit që ne kalojmë. Është e vërtetë që kjo ka edhe një dert, si më thënë, të po themi një lloj reflektimi, ky lloj zhanri, po themi duket sikur është ashtu i shkujdesur, çdo gjë është rastësor, po ka goxha të themi kjo lloj muzike është më shumë mënyrën e të shprehurit, ose ti thuash gjërat ashtu siç janë. Pavarësisht se ato mund të jenë, pra tekstet pastaj kthehen në vetë muzikën, pra në fillimisht shkruhet teksti, po, në bazë tekstit pastaj përshtatet edhe instrumentali, muzika. Po, okay. Po janë dy tekstet i bëje vet apo gjitha vetë? Kjo ishte e bukur e këtij. I bëj vet. I kam pas bërë historikisht vet. Biles kur më jepnin, më servirin tekstet tjerët, e kisha shumë problem, shumë tekstet të bukura, po i thonë nuk janë vetvetja. Po, se normalisht një artist, për sa i përket rrymës që unë përfaqësoj rap, duhet të jesh tekst shkrues vet, që ai tjetër të njohë anën tate, me fjalë që
personalitetin tënd për shkak. Çfarë personaliteti ka Elvisi? Edhe dallohet tek e shkruara, ke kënduara, ke interpretimi. Po kështu me zhargon, me po themi dialekt apo Jo, gjuhë shqipe nuk kam përdorur, nuk kam përdorur. letrare. Nuk e pasur një dialekt caktuar ose në një. Jo, nuk është se e kam përdorur për shkak dialektin për sukses. Okej. Nuk Po e kam ke përdorur. xhiruar në kombinat, ke bërë një xhirim. Shumica e videove të mia në atë lagje. Okej, atëherë do t'i dedikojmë diçka në postimet tona edhe në se ndoshta edhe e kemi këtë drejtë apo na jep të drejtë. Po, patjetër. Pra i kemi Patjetër. drejtat e autorit në këtë rast. Patjetër. Atëherë këtu jemi ke pjesa e parë. Gjithsesi do doja të ndalit me publikun edhe me mua një eksperiencë tashmë çik më të gjerë se si ndiheni ju në kombinat. Ju jetoni në kombinat, mund të jetoni aty sot, mund të jetoni diku tjetër nesër, mund të keni një plan, mund të bëni një investim, mund të dikush emigron, dikush vjen, dikush lëviz. Planet tuaja lidhen me kombinatin, pra keni aty shtëpi, ndonjë investim, ndonjë klub, juve ndoshta mos keni, tani jeni bërë të kolonel, pra ju duhet jeni edhe në ushtrinë shqiptare në ato momente kur ju mund të thirreni, por jeni si jetoni, jeni i lirë dhe lëvizni dhe keni vetëm programin tuaj sportiv, stërvitjet. Për momentin, po ndjekim, jemi akoma në formën e mirë sportive dhe kemi plane për aktivitetet e ardhshme që janë shumë të forta si kampionatet botërore përsëri, europiane dhe shumë ndeshje të tjera profesioniste me raunde gjata. Nëse do isha i lirë që mos të isha i angazhuar me stërvitjen e fortë për përgatitjen e këtyre, do kisha shumë qef që në të ardhmen të kisha një palestër të madhe për kombinatin. Edhe do doja që të realizoheshin disa aktivitete, se ku do janë realizuar vetëm kombinati, dhe kombinati përfaqëso jo vetëm Shqipërinë, po botën me krenarinë e medaljas, dhe do ishte një kujtim i bukur që do lindte gjurmë për kombinatin, pasi këtë ta siguroj se të gjitha palestrat e boksit që janë në Tiranë, shumicën i ke prej kombinati. Në qoftë se do ju duhet mbaj parasysh të gjithë se i ke të gjitha drejtat, edhe sikur ti bësh si boksier vet, po edhe si një investitor në këtë fushë, i ke të drejtat që të kërkosh ambiente, ne kemi ambiente që janë ambiente, po themi, të pasurive të ndryshme, ish fabrika, kapanone e tjerë, cilat mund të kthehen në palestra interesante edhe shumë funksionale, po ta kesh në plane, mos haro që është një nga të drejtat që ke, që mund të aplikosh me një plan biznes për këtë gjë, me një tarif simbolike, mund të marrësh një ambient shumë mirë, edhe mjafton që patjetër në rast se është lidhur edhe me sportin, kuptohet, mund të kesh edhe një rekomandim nga federata, nga Komiteti Olimpik, nuk e di si është organizuar pjesa juaj administrative, po ti kesh këto rekomandime dhe një plan biznesi ose një plan aktiviteti, sa i nuk është një biznes fitimpurës, po themi në vetvete, po që mos harro këtë gjë që e ke mundësinë, pra na ke në mbështetje, kjo është që unë e bëj për detyrë, nuk është se e bëj për favor, në kombinat dhe në jashtë kombinatit, pra ka shumë ambiente që mund t'i kthenim, do ishte jashtëzakonisht e mirë të kishim qendra sportive sociale në planet tona të rindërtimit dhe pastaj të rigjenerimit kombinatit. Do kemi zonat që do jenë zona kulturore, sportive, sociale, rekreative, ku do kemi dhe plane tilla, vetëm duhet të besoni dhe të aplikoni për këtë gjë dhe të s'po them të trokisni, po domethënë të flisni, të kërkoni. Ka shumë njerëz të cilët nuk i dinë sot mundësitë që kemi, dhe prandaj edhe ne i themi sa më shumë që mundemi në këto platforma, edhe gjithashtu për muzikën, për rrethe muzikore, për nëse ka diçka që lidhet me sa më shumë aktivitete social-kulturore që të largohen të largojmë nga problematikat që kanë trinj sot. Edhe t'i largojmë edhe t'i afrojmë, ka dhe disa të tjerë, ndoshta që nuk janë të rinj të rrezikshëm, por shkëputen nga ana sociale, nga shoqëria, izolohen, sidomos ata, unë po has një problematik në shumë prej zonave ku punojmë me organizatat tona, të rikthyerit nga emigracioni, shpesh nga disa vende të veriut të Europës, sidomos, që duhet të ishin vendet me standardi më të lartë jetesës, si duket pse një shok kulturor atje të vështirë të nuk integrohen dot dhe kthehen me gati në depresion nga
ky emigracion kur ai nuk është i suksesshëm, emigracioni shumë i vështirë, nuk mund të jetë gjithmonë Se përballon. fush me lule, kthehet dhe pastaj nuk reintegrohen në shoqëri dhe këto kurset e sporti e këto janë mënyra më e mirë. Pra ne do bëjmë shumë në këtë drejtim. Një nga arsyet pse kemi bërë instalimin e këtij podcasti është se pyetja kryesore kur vjen një drejtues politik në zonë është do zgjidhesh, do jesh edhe ti, do ikësh pas zgjedhjeve. Do fitoni zgjedhjet edhe do ktheni kokën. Do ktheni kurizin. Nuk do jeni këtu me ne, nuk do bëni. Është një shqetësim që komuniteti e ka që në përgjithësi përfaqësuesit e tyre, deputetët e tjerë kthehen rrallë në atë që komuniteti pret nga ata. Prandaj doja ta instalonim këtë podcast që dhe unë vetë të tregoj që unë këtu vë emrin, ne vëm këtu veten tonë, edhe që ne do merremi me kombinatin pavarësisht detyrave, ne do merremi me njësi 6, është një njësi që ka mbetur mbrapa, nuk është ku duhet, tërmeti e goditi fort, edhe nga disa aspektet varfërisë, nga rënimi i industrisë tekstileve e tjerë i zonës industriale pas viteve 90, kombinati vuajti, që i duhet i kthehemi dhe ne duam ta kthejmë kombinatin në lokomotiv të kryeqytetit. Nuk janë fjalë bukura për politikanin këto, janë një realitet konkret që do ta ndërtojmë së bashku. Kështu që na thoni për këtë gjë. Më shumë për hallet konkrete të kombinatit, ose ta zëm se ju do ishit për një moment jo këta që jeni, po do të drejtonit kombinatin dhe qytetin. Çfarë do bënit më mirë për lagjet tuaja, për zonën ku banoni dhe për Tiranën? Çfarë do përmisonit urgjent dhe çfarë doni të rregullonit në mënyrë urgjente? Troç. Me thonë drejtën, e zura dhe çfarë pjesën e të rinjve. Të rinjt janë kryesorë, me fjalë duhet merren me aktivitete dhe kjo është shumë e domosdoshme. Sepse i largon nga veset e këqija, që është çik problem, me thonë drejtën, lagjën tonë ke punë. Problemet tjera ka plot, me thonë drejtën, po avash duhet të riparu nga i qik, me këtë pa infrastrukturën, edhe njerëzit që kanë probleme për sa i përket edhe këtyre shtëpieve dhe këto, me fjalë, nga që më the fol. Po, fol troç. Me çka kam pa, me fjalë janë shqetësuar për problemin e shtëpieve. Të rindërtimit, po, të tërmetit, ose ato që kam janë gjuar presë me shok që ulemi bisedojnë. Nga bisedat e tyre po ta prek të temë. Edhe inshallah bëf më e mirë që inshallah. Kurse me mua ju e tha çfarë sikur të jeni në vendin tim. Edhe mu më duke ndonjëherë sikur jam, sepse njerëzit edhe shohin shumë shpesh në panel me kryeministrin, panel me kryetarin, panel me presidentin e Komitetit Olimpik, duke dekoruar dhe duke qëndruar, duke diskutuar tema ndryshme dhe ato kujtojnë sikur kam dhe unë informacione të brendshme te bashkia, ke ministria dhe me pyesin mundohem i shpjegoj më aq sa di, edhe mendoj të krijojmë sa më shumë kushte të dobishme për mirëqenien. Edhe nga ana sportive, si sportist që profesor sportin, unë e thash që na duhen pse jo dhe i pistë vrapimi, pse jo palestra, sepse ne i dim benefitet që ka sporti. Sporti ndikon në përmirësimin e shëndetit fizik dhe atij mendor. Të rit kur rriten me sportin, mësojnë me sportin, arrin edhe njohin rëndësinë e trupit, shëndetit tyre, arrin të bëhen edhe udhëheqës, motivues i tjerëve, do me thonë marrin komandat vetë edhe din si ti menaxhojnë gjërat. Sporti tjetër ndikon tek, do me thonë, tek menaxhimi i stresit, i mërzitjes, të një ditë rutine. Po. Ka benefitet që sporti, këtë nuk thojnë, sporti është jetë. Do me thënë, na duhet një qendër sportive e madhe, multifunksionale, në një nga zonat që ta përfshi kombinatin edhe si publik, edhe si sportdashës, por edhe për rinin. Ndoshta unë po mendoja para se sa të flisja me ju, ta kishim një klub të rëndësishëm të kryeqytetit, edhe futbolli, ta kishim si pjesë kombinatit, do mundohemi të flasim me klubin e Dinamos apo me një klub të rëndësishëm, edhe me një klub të ri, që ta kishim si
shtëpi të, po themi, dhe të futbollit, dhe pastaj gjithë struktura të ishte edhe multifunksionale me palestra, Sportet individuale. me një pishinë të mirë, me gjitha ato komponentët e nevojshëm, po themi, për gjitha moshat, që të kishte edhe funksion rekreativ veror, edhe funksion sportiv dimror, ambiente, salla e tjerë, në bashkëpunim me njësinë administrative, që ne duam të rikonceptojmë edhe pjesën e administrimit bashkiak. Njësitë administrative duhet të fuqizohen dhe të kthehen në mini bashki me kuptimin e plot fjalës, me gjithë administratën, kulturë, kinema, librari, bibliotek, pra zonat e fëmijëve, parqe, lodra e tjerë, sepse jemi të varfër në këtë pikë. Me sa kuptoj, juve po tregoni zëmërgjër me mua. Shpirtin po e flisni kemi. më pak se sa ndoshta doni të më ne kurseni disa nga problemet që ka, po tjetër për fëmijët e vegjël do të ishte ca kënde lojrash, duken shumë të zbeta. se nga aty nis, ata që të vegjël formohen. Edhe. I kam parë që nuk kanë për shumë, do në tulen ose të rrinë gjikundi nuk ka. Kanë qenë dy të vogla, mos ka bëj aty ke fabrika Qelçit, ke kryqëzimi, edhe një ke shkolla sipër, pa edhe ato janë rënuar, me thonë drejtën. Edhe janë më shumë si pjesë lokale, Po, private, pra, jo se private, nuk kemi është qendra ku mund të shkojmë të lirë. Po, nga pikpamja e jetesës, ju thash që unë e kam i qik, nuk e di jam njifni, po unë jam i qik si anti-ministër. Do më thënë, duhet ta kuptoni që unë e kam dëshirë të pjesë, duhet të thyej pak rregullat, se më duket sikur po ta kesh qëllimin e mirë, nuk ka rëndësi mënyra, por rëndësi ka të kesh qëllimin e mirë, edhe dua që ta thyej pak të mitin ose tabun e ministrit, e kupton që duhet çdo gjë të jetë protokoll. Pra, duhet i dëgjoj ca gjëra sepse edhe ne po punojmë edhe nga pikpamja e ekonomisë, edhe nga pikpamja e aftësimit profesional që i mbulon ministria ku jam. Ju thash për asetet, pronat, aktivitete, ne duhet mos lëm asnjë metër katror, po që e mundshme që flë, pa prodhuar ekonomi me të, pa prodhuar aktivitet, pa prodhuar këtë që ju po thoni, pra angazhimin e shoqërisë, të rinisë, të fëmijëve, të familjeve, aktiviteti sjell edhe ekonomi, sjell edhe shpresë, sjell paqe sociale, njerëzit angazhohen, ata e konsumojnë ditën e tyre më bukur, socializohen. Si del me ju, po të bëni një llogari, nuk e di se a e keni krahasuar një sportist si ju, ku di unë, në Gjermani apo diku tjetër, a janë sot kushtet që mjaftojnë që të stërvitesh mirë, të jetosh mirë, të jesh, si më thënë, mirë me veten tënde për të qenë ai që je. Apo ekonomikisht duhet më shumë ndihmë? Mendoj se duhet më shumë ndihmë edhe duhet të merren, domethënë, përballë gjitha sportet, se këtu kemi sporte që i kanë kushtet e tyre dhe janë rregulluar, plotësuar, por në disa sporte jo të gjitha, por po shoh që janë në proces për të realizuar. Shpresoj që të ndërtohen sa më shpejt edhe të krijohen ato kushte, se kemi shumë talent me një vend të vogël si që jemi, që duhet ta punojmë dhe ta demonstrojmë në aktivitetet të mëdha botëror, duke bërë krenar flamurin dhe vendin tonë. Të tregojmë vendit që jemi vend i guximshëm dhe të vendosur. Atëherë, kemi thënë që palesën e boksit, apo strukturën e boksit, apo atë që do bësh vetë, apo do organizosh me të tjerë, por në kombinat do e bëjmë një duhet sepse qendër për trajnimin dhe për ndoshta edhe në një ndeshje. Ne kishim edhe një dëshirë që të bënim një ndeshje në qendër tek Garibaldi. Ata më kanë gjithmonë. Edhe po do ta respektojmë kodin zgjedhor, do bëjmë kujdes me kodin zgjedhor që ne organizojmë një aktivitet që mos na përflasin, as juve as neve. S'kam sepse tifozëria ime në çdo ndeshje të boksit është e pastër. Po do bëja çmos ta ndihmoja dhe ta mbështesja edhe unë nga ana ime, dua thjesht që të jemi korrekt me qytetarët, domethënë që mos kujtojnë se ne duam të marrim një përfitim nga fama. Po, ka drejt sepse po do bëj çmos ta kemi një sport. Pa fut mes asi do ta kemi me siguri, fal jush, edhe fal shokëve ty, do ta kemi me siguri një show fantastik tek sheshi Garibaldi me njerëz të jashtë. Ata kanë ndërruar që i vogël, që të bëhet të ngelet kujtim. Tani juve sot në jetën tuaj, pra muzika, vitet, ato janë aty. Po ju sot? Me thonë drejtën, unë nuk është se e kam lënë çik si plan dytë muzikën. Të flasim kështu pa doreza.
punoj prej 8 vitesh, 9 vitesh. Një punë zakonshme, një firmë private. Aksesor mobilirish. Muzika nuk është se e kam lënë, dhe pasioni bën të vetën, tek tuk, ku gjej kohën e lirë, mes miqve, shokve, punën e material të ri. Për të mbajtur edhe kanalin tim në YouTube për atë pjesë që interesohen për ndjekur. Si quhet kanali në YouTube? Po, The Real Mr. Elvis, me fjalë. The Real Mr. Elvis. Okej. Ta Është keni parasysh gjithë. Mos do të bësh në një rim, Jo, në një gjë këtu, jo. Do ta. S'ka problem. Okej, pra natyrisht po të keni diçka tjetër ma thoni. Ndërsa e tham në fillim, pra në vitin 2021 i treti në kampionatin botror në Serbi. Kjo besoj nuk ka qenë një ngjarje që ka kaluar kaq lehtë. Keni qenë edhe në fund të pandemisë, në mos gaboj, ose ka qenë një situatë ndoshta pas pandemisë Nga fundi diçka e tillë. Normal. U gëzuan serbët për titullin tënd. Jo, të them drejtën, në fillim ishte e vështirë për ato, se nuk e pranonin pjesën e himnit, apo siç ndodh ndonjëherë, por një kampionat është me 7 ditë ndeshje. Edhe ato duke më injoruar gjatë daljes në ring me flamurin tim, kjo nuk më ndaloi për të vazhdu atë që kisha si objektiv. Biles më motivoi, edhe më bëri që t'ja arri me sukses ndeshjen e parë, ndeshjen e dytë, ndeshjen e tretë, dhe duke pa dhe ato me këto suksese, ndryshon mendim. Më pëlqyen si sportist, edhe nuk është se patëm ndonjë incident, por i vetmi incident ishte kur u nis dhe kombëtarja e Kosovës për atje dhe nuk u ndalua të hynte për shkak të targave. Nuk e lanë të hynin. Ja, kombëtarën e Kosovës, dhe kjo është diçka jo e mirë, sepse sportisti sakrifikon stërvitet 3 vite për një turnament të tillë dhe atyre ju preandra. Mira, po kjo doli për mirë tek mua, pasi atje u ngrit flamuri shqiptar në kampionatin botror më historik të gjitha kohërave, se u vlerësu si më i forti dhe më i rëndësishmi, pasi vinin më të mirët, numri konkurrentëve ishte më i madh dhe jepnin dhe shpërblime, ku i motivonin sportistët të garonin me dinjitet. Dhe aty për herë të parë unë mora pjesë në këtë kampionat, dhe me të parën godita arrita të dilja i treti në botë. Isha për vendin e parë, por siç u bë dhe e qartë atëherë, prej dëmtimeve që kisha në dorë dhe në mes, nuk më lejuan të dilja i pari. Edhe kisha besim të madh që e kisha të sigurt që dilja i pari. A pse ndërpreu arbitri? Jo, nuk e ndërpreu arbitri, unë u dëmtova që ndeshjen e dytë, edhe nuk ju tregova doktorëve ose ti tregoja se çfarë problemesh më shqetësonin. Vazhdova ashtu i dëmtuar ndeshjen e tretë, pavarësisht se dëmtimet u shtun prap. Vazhdova edhe ndeshjen e katërt, ajo ishte për zonë medalje dhe ishte me një kundërshtar shumë të fortë nga Jordania. Ishte zona medaljes, edhe unë kur isha tek dhoma e hotelit, risha mendoja, kjo është një rezultat që po të arri, është ëndra ime të dalë në një podium madhor botror. Edhe shtoja akullin. Po, edhe hyra ashtu si hyra i dëmtum, ja arrita, fitova me besim në Zot dhe ke vetja, ja arrita t'ja dilja dhe nuk e kuptoja se çfarë kisha bë. Njerëzit më thonin, ta dishti se çka ke bë, do e kuptosh mas 10 viteve. Se tani nuk e kuptoj dot se jem atë euforinë e vrullit dhe ke prap për të dhënë. Edhe momenti kur hypa në podium, po dekorohesha dhe s'kishte gjë më të bukur kur shikoja flamurin që valvitej, dhe aty përfaqësoja jo vetëm veten, po gjithë Shqipërinë që më mbështeten, edhe aty i tregova vendeve më të mëdha të botës se kam guxim dhe shqiptari mundet të dalë fitues në vende të mëdha, që kemi fuqi të përballemi me më të mëdhtë. Dhe ky sport nuk është shumë i njohur në vendet e botës për përfaqësimin e Shqipërisë, pasi ne jemi pak mrapa, se ka qenë dhe sport i ndaluar. Po. 20-30 vite, diçka e tillë. Ka qenë si shfaqje e huaj kjo, konsiderohet. Po, edhe i rrezikshëm, sport i rrezikshëm. Po, edhe i rrezikshëm. Edhe ne jemi mbrapa me teknikën, me taktikën, krahasim me vendet e mëdha botërore. Po fati im është se duke pasur pasion shumë të madh dhe me përkushtim, me vendosmëri,
pavarësisht pengesave që nuk mungojnë, duhet vullnet, ja arrin, ja del. Edhe unë kur merja pjesë në aktivitete ndërkombëtare, arrija shikoja tjeret, vjedhja ushtrimet, mësoja reflekset, edhe kam punu shumë, derisa e arrita të bëhesha një boksier i veçantë, si dhe Shqipërisë medalje për të rriturit në kompeticione zyrtare që njihen me VKM. Ke një trajner apo dy apo grup Unë apo je vetë trajneri i vetes? në fakt me moshën vjen i farkohet që bësh dhe vetë trajner, po pa ndihmën e trajnerit nuk mundesh dot, sado që të shkosh. Unë kam nis në moshën 13 vjeç, siç e thash, te palestra e Universitetit Sporteve. Aha. Dhe trajneri im është pedagog i lëndës boksit, Po. dhe aty kam mbaruar edhe studimet te Universiteti i Sporteve, më është bë si shtëpi e dytë. Edhe profesori është ish kampion, ai quhet Saad Bushati, është kampion i peshave të rënda, ish kampion i peshave të rënda në Ju jeni peshë mesme Unë ndërkohë jam peshë mesme. në garën tuaj. Po, peshe mesme. Pesha 69, 71, 75 janë peshet e mia. Edhe që në moshën 13 vjeç, sot po i bëj 30, në Shqipëri dhe në Ballkan nuk njoh asnjë humbje. Jam gjithmonë po kampion. ndoshta të jep dhe dorë që e një peshë e mesme e ke më të gjatë ciklin sportiv, besoj, sepse më i rënd në peshë më vështirë duhet të jetë, besoj, në Është edhe me njëri, është edhe me është edhe njëri. Ka të bëjë se me boksi konstrukt. ndryshon me futbollin, ka i gjatësi. Po. Ke boksiera që shkojmë deri në 38, 40 jemi në kulm prap. Atëre, Edhe bravo. pesha e mesme është pesha më e bukur se ka shpejtësinë, ka forcën, Po. ka rezistencë. Je më i zhdërvjellët edhe më Vërtet. po. E dim që kryeministri është i apasionuar me sportet, ish basketbollist, e ka shumë me zemër gjithë mbështetjen edhe të qeverisë, po edhe të gjithë institucioneve, federatave e tjera për sportin. Na pret në një plan i bukur, kemi një aktivitet së afërmi, me siguri që ai dhe Fideli e gjithë bota e sportit po përgatisin në një Balkaniada, në një Olimpiada, në një kampionat ndërkombëtar apo ku diun rajonal, ka në një gjë së afërmi që përveç atyre që janë kalendaret normale botërore, presim si Shqipëri në një ngjarje të rëndësishme në këtë fushë. Për sportin e boksit jam në pritje të një kampionati botëror. Edhe Që nuk është këtu, po që do jetë normal, Ah, është okay, jashtë, jo okay. këtu. Por këtu mund të bëjmë ndeshje. mund të bëjmë turne, mund Po, të jenë turne. ndeshje që organizohen këtu. Po, mund të kemi turne profesioniste, se ndahet boksi në olimpik dhe në profesionizëm. Unë jam aderoj tek të dyja, edhe më vjen mirë që kryeministri ka bërë për sportin shumë, edhe sidomos me gradimet e gradave, sepse më në fund mundi dhe dirësa e sportistit tani arrihet të Po. vlerësohet, dhe kjo është një motiv për të rritë që të punojnë fort për atë që zgjedhin, edhe s'kan nevojë pse të largohen, po të përkushtohen, Ke edhe një status, ke edhe një edhe të ardhur tjetër, ke një patjetër, edhe nuk kanë pse të ikin, sepse e vetmja gjë është ke vetja, të krijoj vetë besimin, të zgjidh objektivin dhe të punoj me përkushtim plot për atë e objektiv. kupton Mr. Elvisin, duhet të rrafim në njërin që të bëhemi kolonel. Do se ne Por të dy duhet- si jemi do të kolonel, Duhet në ring, jo jashtë ringut, po se në jashtë ring, ringut në ring. Gjithmonë bësh në ring. palaço, jo Po, kolonel. po. E Jo, ka të të shoh ndalu që me ke- Albani jashtë ringut. E ka Darat pare kam jashtë dalu ringut. për veten time, se Po, po. sporti i boksit është diçka e bukur, se në fillim për shembull kur e nisa të stërvitjen thu unë ditë gjuaj, ditë kështu, edhe ecën si ai gjeli lagjës. Po, Kur kalon mas i viti, i e prap i ftohet që e din, edhe nuk është se domethënë i hap rrugën, kurse kur kalon mas 3-4 vitesh ndodh në përplasje, më fal, i thu, më fal, sepse e din se si është domethënë përfundimi. tentacioni kur jemi në një situatë që ta bëjmë për borxh ka rënë tani, nuk Jo, e ke jo, shumë të fortë sepse e vetë kontrollon forcën tënde. Duhet të jesh doktor për atë. Është edukat në vetë sporti. Po. Është Disiplinë. edukat, disiplinë. Se mund të shkatrosh karrierën për Po. një Shkatron moment që karrierën, humb është kontrollin. Diçka arrogante, Mbaj jo. mend, mbaj mend Albani me Ai ndeshje. tepër në një vend si ky yni që është shumë i nxehtë, që mund të zihesh në çdo kryqëzim. Ka i gjo, kombinati ka banues nga krahina të ndryshme me kultura dhe tradita ndryshme, po e bukur është se deshëm s'deshëm gjuhën e kena të përbashkët, që merremi vesh, kuptohemi edhe e njohim njëri tjetrin shumë mirë. Po, është zonë e qetë, edhe unë këtë kam vënë, zonë shumë e kulturuar, e qetë,
e shtruar, edhe si duket edhe ata që kanë ardhur nga zonat që kanë pas halle, edhe kanë ardhur në kryeqytet. Ato janë bërë venali. Edhe kanë eksperjenca punëtor, njerëz punëtor nga jugu, nga Veriu, nga Dibra, nga Korça, nga Përmeti, nga Tepelena. Edhe gjithë njihemi me një tjetrin dhe shkojnë mirë. Gjithë llojet e komuniteteve i kemi këtu, edhe është shumë shpejt ta them kështu, po mendoj që brenda 2030-s me planet që kemi, ju garantoj, ne jemi akoma 3, ju garantoj që do kemi një realitet edhe më të mirë në kombinat, edhe do kemi zgjidhur disa për probleme kryesore që ka, një prej tyre është edhe landfilli, duhet ta zgjidhim si çështje, edhe do kemi zgjidhur transportin, do kemi zgjidhur pjesën e zonës tërmetit të rindërtimit, edhe besoj do kemi sjell në kombinat investime të rëndësishme në pjesën që ju përmenda, pra kulturore, sociale, tregtare, të biznesit, distriktin e artit dhe të biznesit, duam ta ndërtojmë këtu në qendër, do kemi një pedonale shumë bukur, do kemi më shumë bukurinë peizazh, do kemi një siluet më të mirë. Mendoj, mas përfundimit këtyre planeve dhe ndërtimeve, kombinati do jetë një zonë shumë tërheqëse për tjerët. Si infrastrukturë kombinati ka shumë bukur. Po. Është zonë si lloj lagje nuk e ka. Uroj të bëhet më e mira, me ju kemi bashkimi bën fuqinë tani. Po, natyrisht që edhe ju falenderoj që mbështetja është e sinqertë dhe është shumë konstruktive dhe është mbështetja që duhet në këtë rast. Këtu nuk kërkohet se është ndonjëherë fjala vot në Shqipëri është një koncept që është banalizuar, por që ne duhet të zgjedhim për veten, për një të ardhme më të mirë për të gjithë, edhe me shumë zgjuarsi duhet të zgjedhim për atë që do të jetë një Shqipëri që jo vetëm duhet të jetë antar i Bashkimit Evropian, aty ku na takon, e duhet të jemi të barabartë në Europë, po duhet të jemi patjetër në kushte sa më të mira këtu ku jetojmë, dhe ky të jetë vendi alternativa e parë për ne për të jetuar të jetë Shqipëria. Pastaj ne jemi njerëz lirë, mund të jemi kudo. Po këtu duhet të jetë alternativa e parë, edhe ta kemi vështirë që ta lëm këtë vend, jo që ta kemi si më thënë vendin e fundit si zgjedhje, duhet ta kemi vendin e parë si zgjedhje të jetës sonë. Unë ju falenderoj. Kemi një kohë, do doja të rria dhe më shumë, po të kemi në një gjë të re për tënë, mblidhemi prap, do kemi aktivitete, do kemi gjithashtu dhe përbashkëta. Me ju, nuk e di, po mendoj që do rimblidhemi edhe një herë për pjesën e muzikës, e pjesën e një remixit të kohrave të kombinatit. Po pse jo, inshallah. Ju falenderoj. Faleminderit.